Aktoria Julia Iliriani, tenori Armaldo Klogjeri, Fotini Dergjo dhe Jetmir Salaj, të katërt ish banor në edicionet e Big Brother VIP, do të kandidojnë në listat e partive politike për zgjedhjet e 11 majit. Ditën e djeshme u zbardh lista e kandidatëve për deputetët e Partisë Demokratike, por jo vetëm, në qarkun e Elbasanit dhe me emrave të listës së hapur ishte dhe ai i tenorit Armaldo Klogjeri, i cili ishte pjesë e edicionit të dytë të Big Brother VIP Albania. Edhe aktoria e njohur Julia Iliriani do të kandidojë në zgjedhjet e 11 majit krah Partisë Demokratike. Ish banorja do të jetë pjesë e listës së kësaj force politike në qarkun e Tiranës, listë e cila udhëhiqet nga kryedemokrati Sali Berisha. Julia kujtojnë se është kushërira e biznesmenit Elton Iliriani. Gjithashtu një tjetër ish banor e Big Brother që do të kandidojë për deputete është dhe Fotini Dergjo, e cila kryeson listën e Partisë Mundësia ta Agron Shehajt në qarkun e Gjirokastrës. Listës së yjeve të Big Brother VIP që kalojnë në sferën politike i bashkohet dhe Jetmir Salaj, i cili do të kandidojë për deputet në zgjedhjet parlamentare si pjesë e listës së Partisë Shqipëria Bëhet, e drejtuar nga Adriatik Lapaj.